Norma, mirë se erdhët në terminin e zakonshëm të emisionit debatues Klik Plus. Temën e sontme të Klik Plusit do të bartim në terenin e Gjelbërt, më saksisht në tribunat rreth tij, do të flasim me ata dhe për ata që i quajnë lojtari i 12 i skuadrës së zemrës së tyre. Flasim pra për tifozët e futbollit. Në studio kemi të ftuar zotriun Krenar Osmani, udhëheqës i tifo grupit të Shkëndisë Tetovës, Ballistet. Krenar, mirë se vjen. Mirë. Pranë ti është Omer Bunjaku, udhëheqës i tifo grupit të klubit futbollistik Shkupi, Shvercerët. Omer, mirë se vjen. Unë kam kënaqësinë që për herë të parë të kem dy udhëheqës të dy tifo grupeve të zjarrta shqiptare këtu në Maqedoni. Është për herë të parë që jeni bashkë në një debat, Është herë e parë, po. Ju faleminderit që pranuat ftesën të jeni në Klik. Përballë tyre kemi dy gazetarë të sportit. Do të filloj nga Hajrush Mani, gazetar i Radio Shkupit. Njëherët është zëdhënës i klubit futbollistik Shkupi. Mirëmbrëma Anita, mirëmbrëma për shikuesit. Mirë se erdhe. Dhe një gazetar me përvojë të gjatë, zotriu Reshat Ibrahimi, dikur zëdhënës i klubit futbollistik Bashkimi, sot gazetar në gazetën Lajm. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesë. Zotri, uroj debat të frytshëm. Ne për këtë debat kishim planifikuar dhe ftuam edhe përfaqësues të Federatës Futbollit të Maqedonisë, por për arsye objektive, për shkak të udhëtimeve zyrtare, nuk mund të ishin të pranishëm me ne sonte. Por andaj debatin kryesisht do të orientojmë në çështje në të cilat mund të japin përgjigje mysafirët që janë prezent në studio. Kryesia e klubit futbollistik Shkëndia në prononcimin pas incidentit në tribunën e stadiumit Filipi II. Kjo është pyetje për të gjithë, edhe pse po i drejtohem Krenarit. Gjatë ndeshjes mes Vardarit dhe Shkëndisë, që ndodhi para 10 ditësh, shprehet që ky incident nuk është vetëm turpi i skenës son të futbollit, por kërcënon të prodhoj situata që nuk do t'i dëshironte askush. Prandaj po them është pyetje për të gjithë, a transmetohen marrëdhëniet politike në vend edhe tensionet edhe në terenet sportive, Krenar? Patjetër që transmetohen. Po para se ti përgjigjim pyetjes suaj, do kisha dashur të shtoj diçka. Nuk është e rasti që përfaqësuesi i federatës mungon këto. Se ai është thelbi i problemit këto. Thelbi i problemit sportit këtu, po edhe thelbi i problemit shtetit, se është janë konstelacionet etnike, s'ka problem politik këtu, ka problem etnik. Se federata është monoetnike, pavarësisht se kemi përfaqësues shqiptar aty, ata janë inekzistent aty. Do ndërlidhem me çështjen e sulmit ndaj kryesisë dhe ndaj zyrtarëve të federatës, se prezent aty kanë qenë edhe zyrtarë të federatës i IRM-s. Përfaqësuesit shqiptarë dhe ata janë sulmuar. Edhe ndodh anomalia absurde mbi absurdet, hynë me vonesë një siti special i policisë dhe nuk e zbras tribunën, që paraprakisht u dasht delegati dhe arbitri. Ka rregulla. Kore raciste, gjë 90 minuta në të ndeshje ka pas. Gjë e parë që duhet ta bëjë arbitri së bashku me delegatin është prononcimi i spikerit, paralajmërimi i publikës. Stadiumet tona, ku jemi ne shqiptarët, ku ndodh në një ofendim, nuk shkojnë as 5 sekonda, 10 ndërpritet ndeshja, kërkohet prononcimi i spikerit. E para është paralajmërim, e dyta është zbrazje e tribunës, dhe e treta, nëse nuk arrihet zbrazje e tribunës, ndërpritet ndeshja. E pa më njërën për këtyre të ndodhin në stadium qytetit Shkupja. Sulmohet. Pikës pari është dobësia e Vardarit që nuk e kishtë siguru zonën VIP, nuk ishte sigurim, ishin një 5 stjuart mos gabohen, ata si mos ishin fare. Hynë policia me vones, sulmohet kryesia dhe zyrtarët shqiptarë federatës, hynë policia me vones, për çudi gjithëve nuk e zbras tribunën, i nxjerr jashtë, bukfalisht, tekstualisht i përze jashtë shqiptarët nga stadiumi. Dhunohet viktima në këtë rast. Dënohet viktima, nxirret jashtë nga stadiumi. Fajet i hidhni te federata dhe te vetë organizatorit e klubit futbollistik Vardari? Vardari është kryekfut fajtori. Se keni të prononcimi i Shkëndijës dhe kryetarit Shkëndijës, zotëri Abdulmenaf Bexhetit,
Samsonenkoja, pronari dhe kryetara, është i Vardar? As gishtin se ka lujt për të ndihmu në atë rast ose për t'i mbrojt kryesin. Edhe zyrtarët e federatës. Krye këput ata janë fajtorët, pastaj vinë federata e gjithë tjera. Infermieri, zotëri Reshat, cili është opinioni juaj lidhur me incidentin e ndodhur? Unë desha pak edhe të plotësoj krenarin për shembull se reagimi ose komunikata e klubit të futbollit Shkëndija karshi incidentit që ndodhi para 10 ditësh në Shkup ka qenë mjaft i butë. Shkëndija po mundohet, ose kryesia e klubit po mundohet vendos standarde evropiane në kampionatin e Maqedonisë të futbollit, por hë për hë është paksa vështirë të vendosen ato standarde që po mundohet Shkëndija të vendos në futbollin e Maqedonisë. Në anën tjetër, ka qenë edhe kontrareagim ose kontrakomunikata e klubit të futbollit Vardari, ata lere që shumë në mënyrë për shembull qesharake e kanë bërë komunikatën, bile ata e kanë lavdruar vetveten duke thënë se Shkëndija ka kaluar mjaft mirë, kinse ato për shembull në Kumanov dhe në Çajer klubi i futbollit Vardari për shembull paska heqë zi të ullirit. Unë mendoj se përveç Shkëndijës, të cilën e përgëzoj për mënyrën se si po mundohet ajo të vendos një arend në futbollin e Maqedonisë, tjerat ekipe për shembull duhet ta mbështesin në këtë drejtim. Në anën tjetër, Vardari për shembull nuk po shpreh për shembull gatishmëri që ta bëj atë që po e bën Shkëndija. Ma merr mendja Herushi edhe opinioni yt është në këtë drejtim. Sa i përket asaj ndeshje, edhe pse ne do duhet ta bartim debatin diku tjetër atje ku mund të japim mes veti një debat. Po, jemi mbledhur këtu të mbrojmë një ekip, një skuadër, një kryesi, po jemi mbledhur ta themi të vërtetën atë që ka ndodhur dhe për atë edhe kemi detyrën gazetar, para se gjithashtu dhe pastaj jemi zëdhënës, jemi gjithçka tjetër. Në rastin e Shkëndijës që ndodhi incidenti, do thotë ne duhet gjithsesi edhe kemi thënë, gishtin e drejtojmë fillimisht te Federata e Futbollit të Maqedonisë, e cila nuk mund të rrije aqe qetë, aqe lehtë ulen të gjitha ata njerëz në ato kolltuqe që i kanë atje, dhe sikurse nuk ndodhi asgjë. E jo të rrihet kryesia. Unë e thash edhe në emisione tjera, dhe debate tjera gjithashtu e kanë shprehur edhe kolegat. A nuk është ky shembull aq i keq për gjitha ata tri, ata që cilët mbledhen nëpër stadiume, se t'ju themi, ne klubin tuaj do ta dënojmë me të holla, po nëse tjetë edhe dënimi edhe pa tifoz 5 ndeshje, ama rrifeni ju kryesinë në një klubi. Hiqeni mllefin tuaj dhe çka doni bëni, nuk është problem. Mendoj nuk është zgjidhje kjo. Nëse nisemi kështu dhe t'japim shembuj të tillë, mendoj që kemi gabuar dhe është kahja krejtësisht e gabuar në atë që çka prezanton Federata e Futbollit dhe pse në fanelat e futbollistëve gjithmonë kërkohet të ketë fair play, dali me pankarta kundër racizmit, kundër nacionalizmit, kundër asaj, kundër kësaj. Thotë, ku e tregojmë atë? Në themin fush, në rregull, okay, e tregum. Unë mendoj që para se gjithësh, nuk duhet të rrim vetëm shohim se çka thot rregulloria, 48 orë, pastaj presim të kalojnë, mos të kalojnë. Dënimi duhet të jetë i ashpër, i shpejt. Nuk mundet të jenë më huligan tanët këtu se sa ata të cilët kanë qenë në Britani të Madhe. Si u shkull, u largua nga tribunat e stadiumeve në Evropë, në Britani të Madhe, ku ka lullzuar huliganizmi, sot i ke të gjithë ulen kështu sikur se jemi dhe aty luhet futboll dhe askush nuk guxon të shkel në tribunë, në fushë. E lere më të hudh diçka sikur se ndodh të hudhen shishe, të hudhen gjëja të ndryshme të forta objekte. U rrehen, u nxorën në mënyrën më të turpshme kryesie një klubi me mysafirë të cilët ishin në tribunë dhe pastaj thuhet se kinse dikush pas ka provokuar. Çfarë provokimi mund të jetë dikush të gëzohet dhe të festoj golin e skuadrës së tij të zemrës? Unë nuk e di si mund ta provokoj kushdo qoftë. Mirë, ndodhi njëjti rast edhe me Shkupin, njëjti ishte sulmuar edhe kryesia e Shkupit. Nuk u pa një shembull për shembull që kur të vije Shkëndija të mirën masa dhe mos ndodhe njëjta, do 2 herë përsëritet e njëjta. E përshari dhe ofendime kore naciste, raciste, tu na pre, tu na vra, gjatë 90 minutave që tha edhe krenari, asnjëherë nuk ndodhi të ndërpritet ndeshjet që e kanë rregullore dhe obligative.
Neve si zëdhënës jemi në pozicion shumë të palakmoshëm kur jemi para tifozëve tanë. Si mundet mu prej andej këndej të më telefonoj, pa tjetër e kiti paralajmërosh tifozët tuaj se po shajnë, edhe nuk ka sharje, sikur se ndodhë në këto ndeshje. Unë i kam për çdo ditë shfercerat para vetës dhe di çka mund të shajnë edhe çka shajnë. E mos them që sezoni 2015-2016 nuk ka asnjë sharje, janë video të incizuara çdo ndeshje. Nuk kemi nevojë të marrim prej MPB-s, po i kanë vetë të incizuar se kanë person që bën incizim dhe i japin në kanalin e tyre në YouTube. Nuk ka asnjë ofendim në bazë nacionale prej kur e mbaj mend sezoni 2015-2016 nga ana e tifozëve. Po flas për shfercerat, po besoj që edhe ballistat nëse e këndojnë Ilirida, Shqipëri etnike, nuk e di pse duhet të jetë. Ato janë kore që i thonë gjatë gjithë ndeshjes, e me njerë dënimet vinë, sankcionimet vinë. Do të këtu na u raham edhe pastaj ndolem fajtor se ne pas kemi provokuar. Mendoj është gabim. Omer, para debatit u dëgjova me zëdhënësin e Federatës së Futbollit Maqedonisë me zotërin Faton Zilbehari dhe më dha paka shumë sqarime rreth asaj pse Vardari nuk është ndëshkuar ajo që po përmenti 48 orshin apo 3 ditëshin e pritjes së deklaratave. Një gjë e tillë nuk ndodhi me Shkupin. A do të thotë kjo që nuk ishte i përgatitur Shkupi që të luaj një lojë të tillë juridike ta quaj? Jo, përkundrazi jo që du të mbrojt Federatën e futbollit larg asaj apo klubin Vardari, po e njëjta ka ndodhur me Shkupin. Do me thonë, dënimi që u ka bo Shkupit, po është më i rep se i Vardarit. Edhe jo rastisht, jo gjithmonë ka qenë ajo Federata e futbollit. Në kryja kej i të nishme Ilqja, apo të mahershmit Hari dhe të tjerët, gjithmonë kanë qenë nënë për klubet Macedone dhe njërë për klubet shqiptare. Shkupi për momentin nuk ka i dënu, po vetëm është i suspendu. Edhe suspendimin e kanë bërë 100 km larg Çajirit. Kanë mujtë të njëjtën me bëu edhe ndaj Vardarit, po sa e di rregullore në futbollit ton, ndeshja e fundit kjo mbledhja ka qenë të mërkurën. Dhe duhet së paku 48 orë të kese larg ndeshjes, të kese të bëhet vendime. Edhe ka drejt, mos gabofsha 3 ditë klubi me vonë të pritet deklaratet të di klubeve. Edhe këtu Vardari ka shfrytzuar rastin juridik, besoj që kanë pas juristat mirë në klub dhe kanë shfrytzuar maksimumin ata. Nuk du që thash edhe njerë të mbroj Federatën, apo të mbroj Vardarin. Unë du s'di si t'i ndihmojnë, po du të gjejmë do një zgjidhje që ative shqiptarëve që janë ato pak shqiptarë në Federatë. T'japim për kraja më të madhe, t'japim për edhe duhet të përzit politika në sport, po këtu të në ashtë për dhe politika në... Duhet të dim se këtë vëmaroja që ndra mas Ilqës. Duhet të apërkroj qeveria dhe edhe Muhametin Zavensin e Federatës që të ketë ma shumë ingerenca, që të muje ma shumë me mshu tavolinat ku njëtë, në kërkoj ma shumë për neve, ose ma shumë për ata. Njëtë, sa që shumë për ata, tjesë edhe për neve. Du vetëm njësem të plotësoj Hajrushin, që e tha gjatë këti sezoni, këti vitit, jo që nuk kemi sha. Ka qenë ndeshja me Mladostin në Ohër, ku tifozët kundërshtar, tifozët e Mladost, ato pak tifozët i quim, kanë fillu të shojnë në basë nacionale. Delegati ndeshjes kërkon që shfercerat mos të shojnë në basë nacionale, kishtë inqizimu edhe polistat edhe sigurimi që ditë fillon me qesh, pse shfercerat ishin të anu për klubin, ishin të i përkra letarët i klubit. E njëta ka ndodhë edhe në Shtip me Pregalnicën e Shtipit, ku ato shojshin basë nacionale, ju kemi aplodu edhe kërkon delegatin ndeshje që fse dhe njerë shami me në nëzirë për stadionit. Ishte shumë qesha raka, ja. E këtu du të ashtoj edhe këtë tash më kujtojt ku në videot që i pashtë duke sulmun kryesin e Shkendijës tifoste e Vardarit. Njëtë ka ndodhë edhe me tifoste me kryesin e Shkupit. E kanë sulmun edhe kryesin e Shkupit në ndeshjen e partës të kampionatit. Këtu e pashtë për dallim e pashtë edhe në kryetarin e Federatës. Sulmon edhe në kryetarin e Federatës.
do të thotë është një haos i vërtet. Haos i vërtet edhe besoj që edhe shansën më të madhe federata për me tregu vetën që për të gjithë është njësoj, duhet të dënoj me dënimin maksimum Vardari që i takon, duhet të dënohet Vardari. Nuk e di sa është më e madhe, më duket se 12 loja, unë kërkoj që Vardari të dënohet me 12 loja. Krenar, deshet plotësosh? Po, deshet plotësoj, mbas ndeshjes, do me thonë, djeles, kalome, nuk mund të pritet procedure rregull që të dënohet Vardari. Se fill pas një jave është ndeshja tjetër vendimtare e kampionatit. Ky vendim, ky dënimi i Vardarit është dashur të mirret me procedurë të shpejtuara, jo normale. Se s'mund të presim në 3 ditëshin e Vardarit prononcohet, procedurat normale, se iku kampionati, edhe 4 xhiron ishin para kësaj. Edhe është ndeshja direkte mes 2 rivalve për titull, edhe nuk mund të shkohet me procedurë normale. Shkupi u suspendu direkt, e pret vendimin e disciplinorit, po suspendimi filloj që ndeshjen e parë. Pse Vardari? Federata e tia është. Kthehemi prapë te gjeneza e problemit, çdo gjë është etnike. Është ndeshja e parë e Vardarit. 0-0. Po një lloj 90 minuta sharje në kor. Asnjëherë nuk u ndërprer ndeshja. Asnjëherë nuk u paralajmëru publiku. Ndeshjen e parë në Kumanov, po hy, do me thonë, këto gjinahe që i ka federata së bashku me arbitrat. Penalti e pa dhënë për Shkëndin. Flasë për Shkëndin se u hap kjo temë. Penalti e pa dhënë për Shkëndin. Ndeshjen që u sulmu kryesia e Shkëndis, 2 kartonat kuq të pa dhënë për Vardari. Falen 2 herë. Ndeshja e kësaj djele. Goli i shënuar nga offside dhe 1 karton i kuq i pa dhënë për Vardari. Kështu raport e shkin ndaj gjitha, në me thonë ekipat shqiptare ku luajnë ndaj slabëve gjithmonë. Gjithmonë jemi ne të dëmtumit. Krenar, po akuzon vetëm klubet maqedonase për brohoritjet në fakt tifozët e tyre. Shkupi, më saktësisht shvercerët, ballistët, janë korrekt kur brohorasin në tribun? Nuk përdorin gjuhë të urrejtjes? Në krahasim me ta, shumë korrekt. Në krahasim me ta? Kur të rreqim paralele mes 2 anëve, shumë korrekt. Po edhe po ju dham replik, qa do bëjmë ne? T'ju japim aplauz atyre? Qa pritni? Po është tensioni i shfaqur gjatë vetëm 1 minutë. Desha të ashtoj, ne gjithat stres që e bartim 24 orën për diqëmërin tonë, normal që të reflektohet edhe aty, ne jemi të shkelon gjithat sferat e jetës. Edhe aj mlef, aj stres normal që dikundi edhe do shprehet. Po vim të e pyetja e parë që e bëra. Tensionet që po ndodhin në situatën aktuale në vend, shumë shpesh barten edhe në tribuna. Edhe qëtë edhe diçka tjetër, e keni pa ndeshjet e reprezentacionit Maqedonisë? Po, e keni fjallën për... E keni pas edhe evropianin e basketbollit, edhe evropianin e handbollit. Lojtarët e reprezentacionit Maqedonisë bashku me hordhit, se nuk janë ata tifoza, ato janë hordhi. Kërkoshin dhoma gazi për shqiptarët, bashkë me zyrtarët e federatave të sportit. Janë videot, mund të lishoni po deshe. E qartë, e qartë. Edhe pastaj ne që kemi fajtorët, kjo është absurde. Jo, a duhet të kthejmë... Edhe as një dënim u heshte puna si mos me ndodh asgjë. A duhet ta kthejmë me kartën e njëjtë, se nuk është se ne është kënaqësi të dëgjosh gjuhë të urrejtjes edhe jashtë Maqedonisë kur luhet sport. Omer, kërkoja fjalën ndërkohë. Desha të them që pyetët a jemi korrekt shërcerat. E thash edhe më herët, e tha edhe Majrushi, shërcerat në këtë kampionat, po një herë të vetëm nuk kanë shanë në bazë nacionale. Ne si tifogrup, shfrytëzoj rastin këtu, që dhe tani
t'ju apeloj edhe federatës edhe krejtve. Pse po në ndalojnë udhimet neve, pikërisht shfërcera, pse po në ndalojnë udhimet në stadionet tjera kur është Shkupi si musafer? Kemi pas rast me Rabotničkin. Kur e kuptuam se ne do të shkojmë përmi 2000 karta i kemi kërku, atëherës thonë jo Shkupi Rabotnički duhet të pa publik në Veles. Me Vardarin ndeshjen e parë. E njëjta ka ndodhur, kur kanë kuptuar që i kemi kërku 4000 bileta, së paku 4000 bileta, dalin dhe na thonë, jo se ju do bëni problem. Po si na do bëjnë problema? Do bëjnë problema, ka polici, denona, shtenave në burg, në arrestojnë atë gjithëve, po të bëjmë na problem. Po nashta jo po ato, po bëhet njëjta lëndodhe për ato, pse ato mos më bëu ato? Ku ka problemi? Ku çdo problemi? Pse shfercerat janë shkalojnë, nuk lënë udhime shfercerave? Kemi pas 3-4 udhime në mënyrë private, kemi shku s'na kanë dhënë karta të organizuar me shku. Kemi shku secili vetë kemi bli kartën dhe atë jemi gruposur. Pse? Deshta kese edhe përfaqësues edhe të Ministrisë më të Brendshme. Se edhe ato na shkalojnë. Ku e shohim problemin? Nuk kemi bos një problem të vetëm. Ka ndodhur incidenti në Çajër me Vardarin i fundit, që ka gjujt u ka udhë shishe. Po nuk ka qenë të shfercera. Do t'idhemi më vonë të incident. Krenari disa herë tha që gjeneza është të ajo etnikja, dhe këtu do desha t'i pyes 2 gazetarët. A janë të ndarë dhe gazetarët në ato baza etnike, po flasim gazetarët e sportit, gazetarët shqiptarë të sportit dhe gazetarët Maqedonas të sportit. A jeni objektiv dhe a janë kolegët tuaj Maqedonas objektiv kur bëhet fjalë për raportim nga ndeshjet sportive, sa i përket tifozëve? Tani nuk po flasim për rezultatet e ndeshjeve dhe atë që ndodh gjatë ndeshjes në teren. A jeni të sinqert në ato që i shkruani, që i publikoni, apo edhe ju mbani atë anën etnike? Incidenti që ndodhi me Shkëndijën nuk është as i fundit, nuk është as i parë, nuk do të jetë as i fundit, gjithashtu as e i Shkupit. Tifozët janë të tillë, po nuk mund të them që të thot ata duhet të ulen si në teatr dhe të rinë vetëm duar tërkasin në raste dhe gola. Ne nuk jemi Evropë sikurse në Nou Camp apo Bernabeu. Thjesht të thot është një temperament i tillë, gjithë Ballkanin, ku të ndalesh, ke pa derbi luhet në Beograd Partizani Crvena Zvezda, derbi luhet në Tirana Partizani, po ato janë të një etnie. Tani po flasim. Po, mirë po të neve dallon, këtu desha dalë që dallon që gjithmonë kemi palët kundërta që nuk duhet tjetë ashtu. Merrni shifni titujt, unë ndoshta gazetat mund të jenë pak më reale, mirë po portalet kanë prish punë të madhe, se portalet për momentin nuk kanë kontrol dhe mund shkruajnë çfarëdo dhe mund bëjnë tituj bombastik, se është çështja e klikimeve dhe ndoshta kjo e prish pazarin edhe gazetave, dhe mendoj që nuk janë tituj real ato që shkruan. Po bazohem 2 paralelet kundërta. Të gjithë e denuam aktin e dhunës që ndodhi në stadiumin e Çajirit, pasi nuk ishte e hishme. Kishim bërë përgatitje të shumta si kryesia e klubit, si tifozët, të mos ketë asnjë incident. Vjen një klub që duhet ta mirëpresim pa marrë parasysh që si janë, do të thotë, tifogrupet mes veti, po njëkohësisht edhe klubet, rivaliteti është për atë, për të luajtur dhe për të fituar njëra ekip. Dhe ndodhi se si ndodhi. Më thuaj, atë kujtohet ndonjë titull në të cilin, ose ndonjë tekst në të cilin ti ke kritikuar tifozët shqiptar. Pos këtij që do të flasim edhe më vonë, ndoshta më detajisht, rastit në Çajir nga i cili u distancuan edhe vetë shfercerët. Po problemi është që unë do thotë jam në radio dhe titujt nuk mbahen mend, pasi që raportojnë në mënyrë gojore dhe titujt nuk mund t'i shënoj, po sigurisht që një zëri ka qenë dënimi prej gjitha media, mendoj që ka qenë publikuar në gazeta. Në një rast tjetër, më thuaj, ta lëm këtë. Që kemi thënë, incidenti është për të dënuar dhe të gjitha ata të cilët zbritën atë ditë në fush, duhet marrin dënimin e merituar, pasi që po shëmtojnë edhe klubin, edhe kryesin, edhe shfercerat. Shumë nga kritikur, ndoshta e kam mojtë mend ndaj titull të gazeta lejnë. Fitohet përshtypja Zëndi Reshat në opinion që edhe gazetarët janë tifoz të ekipeve. Ajo, ata nuk du ta harrojnë ato objektivitetin e vetë. Unë mendoj se ekziston një hendek midis gazetarëve shqiptarë dhe gazetarëve Maqedonas. Për shembull, nga një raportim i një ndeshje, për shembull të një gazetë shqiptare,
Edhe titullin e shë ndryshe, edhe raportimin e shë ndryshe. Te media maqedonase, për shembull, e shë krejt ndryshe. Rasti i fundit, për shembull, ndodh tash Vardari me Shkëndijën. Mediat maqedonase shkruajnë se ndeshja ka qenë ferr dhe korrekte, ne e shkruajmë se ka pas thirrje antishqiptare. Që është e vërtetë. Ka raste kur edhe ne, për shembull, i fshehim, edhe nuk i shkruajmë, për shembull, nuk e themi, për shembull, të gjithë të vërtetën, me një farë mënyre i mbrojmë tifozërinë shqiptare, që është pak edhe faji i joni. Në raport me kolegët, ne kemi raportet mira me kolegët Maqedonas, edhe, për shembull, në Tetov, kur shkojmë e shikojmë Shkëndijën, edhe për shembull i dëgjojmë broritjet e ballistave që nuk janë ofendime ndaj, për shembull, nuk janë raciste ose nacionaliste, po janë ofendime ndaj klubit të Vardarit. Ndaj klubit të Vardarit. Edhe tash drejt tash të ofendosh klubin. Po, edhe tash për shembull, në pas nacionale aty s'ka ndërprerjet loja. Nuk ka pas, për shembull, nga tifozët shqiptar, jo që duhet t'i mbroj, por nuk ka pas ofendime nacionaliste ose sigur ata që na fyjojnë neve, por ofendime ndaj klubit të Vardarit ose klubeve tjera ka pas nga tifozëria shqiptare. Edhe tash i shohën për shembull ato gazetarët, kolegët maqedonas, i shohën për shembull ata skuqen. Edhe ne, në atë moment, edhe a i më thot mua, edhe unë i kthej atij se kjo nuk është e hishme, se nuk është në rregull, për shembull, kur fyhen. Por as unë, asaj nuk e shkruajmë, për shembull, në gazetë, ose në portal, si që tha Hirushi, që ta themi të vërtetën. E themi deri tikun, po mundohemi, për shembull, t'i kursejmë pak tifozërinë shqiptare, që mendoj se e kemi pak edhe ne gabim. Duhet, për shembull, t'ua themi në syn, për shembull, vërejtjet që edhe ato për shembull t'i rregullojnë, por pastaj nesër për shembull na kritikojnë ose na shtojnë ndonjë fjali për shembull pse pe bëni ju të parët, pse ata nuk pe bëjnë të parët ose anasjelltas. Krenar Omer, a jeni të ledhatuar nga gazetarët e sportit, nga shqiptarët? Mund të përgjigjem me kundërpyetje. Ju si vlerësoni gazetarin jashtë sportit? Sa është objektive? Në me thonë në palën slave dhe palën shqiptare. Nuk besoj që është hendeku i madh si në sport. Nuk besoj që është hendeku i madh si në sport. Mund tjetë edhe ndoshta edhe më i madh. Si të qoftë, unë jam këtu sonte për të bërë pyetje, kështu që përgjigj mu ti mua. Ja, tash të përgjigjem. Ndeshjen për kup, Shkëndijës me Vardarin që u lujtë në Çajër, u fitu 3-0. I keni të freskët ato skenat që ndodhen aty, goditje me bryll, edhe normale është kartoni kuq. A e boni me qëllim me priti lojtarin, po povi e goditi u dha i kuq. Kartoni 2 i kuq ishin me 2 dverë, dhe ajo ishte goditje me bryll, u dash tipet direkt i kuq Filipes, u fal, ju dhanë 2 dverë. E kishte 1 dverë dhe dhanë 1 dverë. Qka bënë në gazetarë slav, shkëlqyshëm, apo qka i shkrujton stavrevit? Mirë, ashtu është i shkëlqyshëm. Dhe thonë, shkojnë me sarkazëm, titulli i parë që shkruat në një media Maqedone, titulli i parë shqip. Skandalos. Aspekt ironik, po. Ndeshja e parë në Kumanov. Kryesia e Vardarit as është prek, as një lojtar nuk është prek. Nuk jënë prek, bukfalisht nuk jënë prek. Ata e paraqitën, e përshkrujtën, gjas me ka ndodhë luftë aty në atë stadion. Kom qenë vetë personalisht aty, besoj se keni qenë edhe ju, as edhe një zyrtar i Vardarit, as edhe një lojtar nuk është prek, as arbitri, u hupë ndeshja 1-3. Pra po më flet për mediat maqedonase, nuk po më flet për gazetarët shqiptar. A ju përkdhelin juve, tifozët shqiptar ose jo? A janë më të matur kur raportojnë për ju? Jënë shumë më realistë se sa slavët. Omer? Unë ndeshja që ju bëj kështu apel, edhe pse Reshati disa herë në ka kritiku, po seriozisht gjithë gazetave, gjithë gazetarëve ju bëjmë apel, le të na kritikojnë, ku të na shohin se janë gabim, të për kritikave bëjmë më të fortë, mësojmë më shumë. Edhe nuk besoj që për gazetave shqiptare, shumë pak 2-3 gazetarë që nuk na kanë kritikuar shumë, shumica na kritikojnë bile edhe jashtë fushës, jashtë futbollit, kur ndodhen incidenta ku para disa muajve edhe patëm një vrasje në Çajër, del me titullin në faqe të parë, të s'du t'ja përmenja se emrin, del thot
shvercerat e vrajtën shvercerin tjetër. Po mundet Omeri me qenë, mundet Krenari me qenë, po ti si përfshin këtë shvercerin, si përfshin këtë grupe. Edhe jo, dur mas nesaj nuk është as shverce. Qfarë jehon e dhave të populata? Si na shofin ato neve? Si të talojë një bab fëmijën e vetë me shku në tribun? Më shko se ato janë vrasës, ato janë huliganat, shka janë? Po, du kur na kritikojnë, për ato që meritojmë na kritikojnë. Kanë qenë kështu. Jo rasisht, këtë sezon kemi kërku për klube që të nëndahot tribuna. Kemi mnue një si... Mërjet. Dami për publikës thjesht. Gjithmonë incidentet, ato që i tregojshmina në mediume, edhe mediumet prap në kritikojshini, nuk bojnë shpeceret incident me incidenteve në për publikës thjesht. Ku në këtë rast u vënu ajo rjeta, edhe shifët konkretisht me ndeshjen me Vardarin, ku hudhen senet forta prej anës publikës dhe jo shfercerave. Edhe për spari janë ndodhë, jo nuk janë shfercerat, po janë ajo. Gjithmonë ka qenë kjo. Gjithmonë kemi kërkuat që duhet të ta thonë. Po edhe kur t'jemi i gabim, delin e thuni se shferceret e kanë bëhë këtë gabim, edhe na vetë kemi ndalë, kemi thonë, këtu jemi i gabim, kërkojmë që mos bëhet kjo se e denojmë këtë incident, vetë që i kemi kryu, i kemi përjashtu antarët e grupit, gjithmonë kemi qenë edhe na vetë transparent para mediumeve dhe para popullatës. Okej. Zëri Reshat, para pauzës të shkurt me reklama, të ajo fjallën basi e kërkuat. E kam edhe një vrejtje për shembull për shfercerat. Ju në fillim e thatë se tifozëria, ose në këtë rast shfercerat, ose edhe ballisat, ose çdo tifo grup tjetër, ata duhet të jenë lojtarë 12. Mirë, po kohën e fundit shfercerat po e dëmtojnë klubin e tyre. Në vend që më konë lojtarë 12, po bën kundërshtari i parë i Shkupit. Okej, e vazhdojmë. Deshta e të ndërpres. Mos gabov shëki të teksit e lexova në titull para disa ditëve kënë sport, thot shfercerat, për shfercerat. Thot nuk janë thot lojtari thot 12, gjatë këtij sezonit, po kanë qenë lojtari 15, do të thonë 3 lojtarë më shumë me Shkupit ne. Edhe jo rastisht, klubi është këtu ku është me këto rezultate, ku e dimi se sa ka kapacitet, sa ka vlerë me çfarë kalibrit lojtarëve jemi këtu ku jemi. Ju nuk doni më konë lojtari 15, ju doni më konë lojtari i parë i Shkupit. Lojtari i parë i Shkupit, jo i 15. Këto e lipi, Reshat, ku, për çka po ka për të shfercerat? Ku, cilla ka qenë problemi që shfercerat që kanë bëhe? Po që për shembull e dëmtuat klubin edhe që ekipi po shkon në Kërshov. Te cili rast dëmton publiku i rëndomt? Te cili rast shfercerat? Këtu këto po kemi nuk ndeshën e fundit. Po kemi mënuar jetën, na kjo ka qenë pikë penas publikës. I ka vitet, më një kishë një vitet ku hudhët Popovi, ku sulmohet. Qëllën pjesë tribunës. Unë, kjo du të thonë të shfercerat nuk janë huligana. Po s'po them që huligana, po faji po ju hidhet ju. Po pse mund hidh neve faji? Po ti si gazetar dy thuj fajin e ka. Unë s'mund me shkruajt. Nuk mund me shkruajt për shembull në gazetë që Reshati fajtor precedentin. Po si tifozëri. Si mundesh me shkruajtën shfercerat? Po. Shfercerat ku e kanë pjesën e dome. Kur djeri sulmi po janë shfercerat, atë dy thuj po shfercerat. Edhe atë të thamë, bo, halal të kohë se shfercerat e kanë bëhe. Po, jo si të thuj shfercerat e kanë bëhe, jo, nuk e di kush e ka bëhe. A mujtë ta mëne? Po, i duhe se të grup nuk ju lejojnë me asë në Veles, asë në Koçan, asë në Kërshov, asë kërkon. Ja, gabim është kjo, krejtësisht e ke si të vëzëri nuk ju lejojnë. Po, nuk në lejojnë, si shko që politikë nuk në lejojnë. Se shka pat para incidentet në Vardarit, që dhe në udhëtem në kanë leju me shku. Pse s'na lojnë që në stadionin e qytetit? Me Rabotniçin kur kemi kilu. Për shka? Për shka? A ka pas incident para asoj tanë sezonën? Kemi marrë lavdata për federatës, tifo grupi maj mirë i sezonës kemi qenë. Nuk ka pas sharje nacionale ku vetë federata na ka shkollu për këtë sezon. Pse s'po na lejojnë? Pse na kemi problem për ministrisë punëve të brendshme? Ku e shohën rrezikën? Ministria punëve të brendshme se nuk ban me fol për njerëzit që për faqësuesit që nuk janë këtu. Ministria punëve të brendshme po ka qef vetëm ta ketë sa më lehtë. Po si dojnë më organizu këto si më lehtë ta ketë për vetë Superkupët e Evropës. Shumë lehtë me pru vendimin edhe. Kanë me dy tifo grupe të mëdha të evropiane, kanë me 80.000 veta. Si kanë me përfaqësues? Edhe Federata e Futbollit se nuk ka përfaqësues atyre do të kisha pas dëshirë që të jenë edhe ata këtu.
Edhe njëtin rast këto nuk i lojnë dy ndeshjet e fundit me ardhë. Po nuk e lojnë se s'po kanë... Esë një marë bura, unë vë Nuk po dojnë ta prishin rehatin, as më përbëja, as më pëmëja. Po do në prishin rehatin. Mas letësh me thonën pa publike dhe pikë. Reshat, edhe këtu deshte më të ndaloj. Ka qenë ndeshja me Shkëndijën, në qaj. Policia, Ministria Punëve të Brendshme, ka kërku pi klube mos mi leju. Na kemi dojë, kemi dhënë karta. Sa keni marrë, kemi marrë çikat. Çon kartat në stadion. Ka pas incident, s'ka pas. Ne kemi marrë bartën. Unë e kam dalë, i kam thonë njësie speciale komandantit asoj inspektit. Çka të botë unë mu arrestojnë të pare. Se s'ka. Ti si mundesh marrë ku ki pa marrë në botë mos milionë? Po merr, edhe unë jam me Juve se edhe FPM-ja, edhe me PB-ja duhet të angazhohen, të rrisin numrin e njerëzve e policisë në për derbi. Se derbi nuk është interesant për publik. Cili klub Maqedon ka publik? S'kan publik. Këtu ka problemi. Të dëgjojmë edhe opinionin e krenarit. Unë e kam një në grup, më të matë se grupi këtë komitat se në grupi jem cilën dushme, Dijonin, Gambles, po cilën dushme, edhe më PB-ja, edhe FPM-ja, se nuk janë ato po dojtë ishte mirë sigurisht, ata po dojnë rehati. Shumë letë është me pruvendimin, s'ka publik edhe pik. Edhe shkojnë 2-3 policë, edhe e qyrin ndeshën gjithë si publik. Tash ndeshën e fundit... Ndeshën e fundit me Mladostit në qytetin e Prilepit Qullujt, bilum kena për këtë faqet Macedone, e kritikun asni gazet shqiptar nuk e pashtë të kritiku, se pse arsyeja akon pëse s'kan lënë tifos, jo vetëm neve, si kan lënë tifos vendas, a dimse? A dimse? Se mos paguajnë sigurim, s'ka pas asni sigurim stadion. Okej, të dëgjojmë edhe krenarin para se të shkojmë me reklama. Çfarë është roli se pi slavve unë e pres, 100 vjet në shkelin. Jemi të dhunum për tyne, 100 vjet. Për atë u bo marveshja, cilit vit ishte 2004-2005, që yrin në kryetari shqiptarë federat, që gati shkoj dëri bojkot klubeve shqiptare. Pse u bo kjo? Qitë nga përfaqësosh neve aty, për momentin, tifozët shqiptarë, tifogrupet shqiptare, shfercerat, ballistët, ka një fjalë në anglisht, own, we own them. I kemi shkel bukfalisht slavët me tifo. Ndeshjen me Vardarin, 2 ndeshjen, 3 ndeshjen eve nuk në lenë qëkëm. Pse? Ata i shfrytëzojnë të ashe rastin se i kemi deklasu totalisht, numri ty në shumë i vogël, ne kemi pas të 3 ndeshjet, ka 35 autobusat rezervom, qëkëm shkup. Edhe normalisht i aty do ndihesh si në shpiton dhe vendas do ndihesh. Kjo i pengon slavëve. Se ti të 3 ndeshje që duhet t'i lush jashtë me Vardarin, i lusim, pavarësisht se t'i lush shkup, po mrenda dë kesh janë 1500-2000 ballis, dë kesh edhe një 6-7.000 veta publik normal, edhe ti ndihesh si në shpinë tënde. Kjo pengon federatës. Për tifozëri, për numër të madh tifozërish. Jo, po ka tanë çka bëjnë federatët. Dëgjoj, tragjedia më e madhe në ndeshjen e fundit, Vardar Shkëndija, me letër njoftim, duhesh me hinë stadiumin e Filipi II. Me letër njoftim, po shqiptari i Tetovës, drejt Qajirit nuk ka drejt ble bilet, nuk i shitet bileta. I kemi detyru Maqedonën në Qajir, që kemi blenë karta dhe në kanë silë karta ka 3-4 karta dhe kemi hinë, ka hinë 50 shfercera në ndeshjen e parë shkupi Vardar në stadion 2-2. Edhe ka pas prej atinve që kur i kanë diktu se mos t'janë shqiptarë, mos t'janë nësi, edhe pse kanë pas bilet, te dera sigurimi ka pas letër njoftim. 50 veta kanë arrit me hinë stadion. Me letër njoftime Maqedonëve Qajirit që kemi marrë. O, Reshat, a din çfarë është arsye Ministrisë Punëve të Brendshme që na thotë mos me hinë stadion? Ka protesta, ka, jo, çdo ditë më kena protesta, kisha, protest, jo, protest, kjo. Po në shofë në për Evropë, më në ka sulme terroriste, gjithdo ditë mitën ka 10-15 veta, po këtë tifo grupit t'i lojnë. Po qëfar Ministria Punëve të Brendshme? Si do t'organizojnë na vitin tjetër ndeshjen e Superkupit Evropës? Apo në 2017 ashtë? Si do t'organizojnë që kanë metar 2 tifo grupet më loja? Kush e din kush stadiumin aspektin e sigurimit, dhe më dhamë... Që do grup tjesër është e madhe? Si që kanë me organizu ato? Kjo ishte gjysma e parë e lojës. Pushimi është më i shkurt se ai në futboll. Kthehemi përsëri, këto janë 45 minutat e para të futbollit, kthehemi sërish në pjesën e dytë të ndeshjes. Sonte në Klik Plus flasim me
tifozës shqiptar, për tifozës shqiptar. Për herë të parë në studio kemi ullur bashkë dy udhëhecit e dy tifo grupeve më të mëdha shqiptare në Maqedoni, atë të ballistëve Krenar Osmanin dhe Omer Bunjakun e Shvercerve, përballë dy gazetarëve të sportit, Hajrush Manit dhe Reshat Ibrahimit. Shtjelluam disa prej temave, disa herë përmendëm edhe incidentin i cili ndodhi në ndeshjen në të cilin u suspendua Shkupi. Sa, Omer, po akuzoni që nuk ishit fajtor ju si tifo grup, por një pjesë e publikut që ishte aty. Si do qoftë, sa arrini, pyetje për të dy, sa arrini ju të kontrolloni grupe tuaja të tifozve? Sa mund të kontrollohet një grup me emocion të tillë, me pasion të tillë? Pikërisht po folin këtë rastin e parë të incidentit, që çekët, ka inqizime, ka mund lirisht mu interesu edhe në mënisinë e punëve të mëshme, ku sulmusi, ai që gjun me matë mjetë, me shishe ka qenë e fort. Çfarë shishe ka qenë? Jo sigurimi, jo Ministria e Punëve të Mëshme nuk ka reagu. Shvercerat kanë kalu në tribunën tjetër, edhe e kanë djerë, ka video, që po thëmë, lirësh merë në për Ministrisë Punëve të Mëshme, se si e nëzerin atë djallin që gjunë me atë shishën, si e nëzerin jashtë stadionit. Ajë në ndëmëton gjithë neve. Në ndëmëton gjithë klubit, ajë nuk ka i jone. Në kështu e qujnë. Ajë që gjunë, ajë nuk ka i jone. Nuk ashtë për tjerëve. Kush e dhe e ka pagu edhe e pagu? Pse mës ta pagu e diku? Qëfar politike shofë me atë gjithë konë në këto në Maqedoni në rajon, qëfar politike e kemi. Po e pagum, di kam vend, si cili sot të nëzorë për 100 euro, 50 euro, ose ma shumë, mos bëjt fjallë. Nuk e njëfsh me atë djallë, sefte e kemi po në stadione që e ka gjujtën. Sefte e kemi po. Do lidhem tu të gazetarët slav, ka qenë shishe plastike, bidon. Ata shishe që është hedhe atë. Shishe e gjamët. S'ka qenë Shishe e plastike. gjamët, shifet, fotografi, inqizim. Edhe Edhe ne, të thotë, për hirë të vërtetës, duhet jemi real. Ja, tash nuk e fshefim. Edhe nuk kemi që është qënë start. Ka qenë shishe e gjamit, ka goditën lojtare. Arush, nuk e pshefim sepse themi që është një njeri nga publiku, që nuk është një pjesë e tifo grupit, po sikur të ishte e tifo grupit, do t'ishe kështu i sinqertë dhe objektiv? Ne duhet ta potencojmë se edhe prej tifo grupit, pasi që u përfundu ndeshja, 2-3 veta kanë zbritur në fushë. Gjithë Shkupit nuk ka pas sen më të keq për mu, kur une e kam lexuar në ka bo tek në Facebook, tak në ka bo, është një invalid, dhe vene shikon çdo ndeshje të Shkupit. Më thotë më morët në qafë, ju thotë që gjujtët, unë thotë që në këshiri thotë Shkupin tash në qerë. Tjetri ka qenë që shetë fara ati botë, me thonë fjallë popullori i dare dhe mënalë, thotë, a o thotë morë thotë qafë, thotë Omer, thotë shkam thotë qatë shtune, thotë shit qatë dilë, thotë shit qatë ti, thotë 1.000 denar, 2.000 denar, thotë ta njavën ju që shja fëmijën, të shpia, qëtaj, s'kam thot mejta, thot pa buk. Nuk ka pas sen ma të keq ku unë vetë u prejka në ato raste. E për ato në kërkoj që ato personët që bojnë dam, denohet, një, denohet, 2, 3, ma nuk e ban. Po vetë policia pe kap dhe pe shlon nuk pe denon. Krenar, thua që mlefin e përditshmëris e bartni në tribuna. Andej, aty nuk mund të probabiliteti i madh të bartet. Dhe sa mundesh ti, apo të gjithë ju qeni në krye të ballistëve, ti kontrolloni të gjithë ata që janë në ombrellën e tifogrupit tuaj? Besoj se s'kanë nevoj për kontrol, se vetë kontrolin e kanë gjithë, po thuj se. Nuk ka pas flas prej kohës që më këthyn nga Shqipëria, nuk mbaj mendun tjetë hedhe dhe një gur i vetëm nga ballistët në fushë. Ose tyrë në fushë. Shkëndia ka qenë handikepuar, si vjetë se gjitha ndeshjet i ka lujtë si mysafir jashtë fushë, po në gjitha rasës është dënuar vetëm për thirrje në baza nacionale, në fakt për këndim të këngëve, të cilët mund t'jenë, do thot, në këtë aspekt, sikur se i këndojnë, se nuk ka pasur do incidentet të tipit të tillë, sikur se hudhje në fushë, apo edhe të futen tifozët në fushë, se ne nuk themi që gjithë tifozët janë në lule për të marrë erë, ka gjithkund problematik, po... Nuk dë ndalen sa të kënë frim ballistët, si Shqipërinë etnike e dunë. Edhe atë s'ka
Djeli me shosh nuk mblohet, atë e dume dhe atë do e këndojmë gjithmonë. Dhe s'besoj se ka shqiptar që nuk e do Shqipërinë etnike. Për fund të... Ishtë të shtoj që thove si e kontrollojnë. Kështu para mediumeve dhe para gazetarë këtu që i kam, të të nga shfercerat, nuk janë vetëm një grupë tifozë, shfercerat janë një institut. Shfercerat kanë kryesi ngush, kanë kryesi gjanë, kanë kryesi në grupe, kryesi në për lagje. Për ata është shumë letë. Shumë letë e kemi, seriosisht se çdo kush e ka të përfaqësuesin e vet, edhe mirë me ato dhe jo rastësisht jemi këtu ku jemi ku u ka bëu mos si tradicional, u ka bëu çdo javë jemi në mesin e top 10 të botës, jo ne, nuk e shtim ne veten apo ndonjë mik i joni, po janë faqet më të mëdha të ultras kulturës ku po na shtin çdo javë top 10 më të mirë të botës ku na krahasojnë me tifogrupet më të mira në Europë, tifogrupet më të mira në Amerikën Latine dhe anë mban botës. Jo rastësisht kjo është këtu ku jemi. Okej. Për minutat e fundit të emisionit, lam atë pjesën më pikante, ta quaj, raportet mes këtyre dy tifogrupeve, mes ballistëve dhe shfercerëve. Edhe para këtij debati, derisa pinjim kafe bashk, lini përshtypje, ashtu edhe deklarativisht në publikimet tuaja, se gjithçka është në rregull, se s'ka kur farë problemesh mes jush, në ndërkohë që pak është raportuar në media, por jemi të vetëdijshëm për incidente që kanë ndodhur mes pjesëtarëve të ballistëve dhe shfercerëve. Besoj që do të ishte korrekte të jeni të sinqertë dhe të na thoni sa më shkurt jetë e mundur çfarë ndodhi në Shqipëri, çfarë ndodhi në lojën mes Shkëndijës dhe Sileksit, si janë punët sot dhe a ka gjë asa njëre për gjithmonë këto raporte të korrigjohen? Po foli i parë, për ma fjallën, është hudhë një video në internet dhe shifët shumë qartë që edhe kryesia, do me thonë ka pos shumë pak atë shfercera, dhe vejta mujna me thonë, kryesia shfercera, po edhe kryesia dhe ballistave ku nuk dojnë të kesi incident. Shfercerat, po folin në emër të grupit, nuk i shohim rival asë një tifogrup shqiptar, përfshirë këtë trojat Shqipërisë. Si ato në Shqipëri, në Kosovë, ku ka në Malëzije, ku do të kese, shqiptar, nuk i shohim rival. Nuk kemi rival asë të në Maqedonima. S'kemi me kanë të bëmi rivalitet. Shfercerat e shohin grupet më të mëdhoja ku thash jemi në ato top 10 më ato, këshimi të bëjmë rivalitet. Incidentet të ndodhën, tash nuk mund t'i mohojmë. Po në çdo kur mund me pas, ka një, nuk do të thotë që janë shfercerat, apo dikush që del dikush, dhe ndodhë si individ. Për atë po thomë edhe për atë edhe folqa. Pse kemi qëllu, ne, aty me do, është qëtërsen. Nuk kemi, unë me krenarin, është mirë të ballafaqoheni me problemin për ta zgjidhur. Edhe mos çati incidentet ta quajmë, ku jemi ulmi njerë mos ndeshjes, edhe mas asoj kemi fol, edhe prap folmi. Cili është incidenti nuk ka mos po se vërtet. Cili është saktësisht incidenti ta quajmë? Se Omeri po thot incidenti ta quajmë. Tani unë përmenda një incident që ka ndodhur gjatë përkrahjes së kombëtares, një incident që ndodhi në ndeshjen e Shkëndijës me Sileksin, ka pas incidente të tjera? Pas sa e ndeshjet kombëtarës mos më kujtohet. Çfarë ka ndodhur në këto incidente? Që dhe them, do flasëm pak ma gjanë dhe do të marrë pak kohë. Ballistët, pasi që jam një ndër ata djemë që i kemi themelu ballistët, qëllimi ynë primar, kur jemi themelu ballistët, ka qenë me ato metoda që i kanë tifozët, të luftohet shovenizmi, racizmi slav, në përmes kësaj. Edhe gjithmonë, synimi jonë ka qenë kombi është mbi gjitha. Jo rasisht, besoj se dhe tjera do pajtohen, jemi cilësu gjithmonë si tifogrupi më nacionalist, në gjitha trojat. Edhe, po e flasë edhe me fakte në qëse më lejoni. Edhe gjithmonë jemi mundu t'i respektojmë dhe mirëpresim gjithë. Kjo është një foto e vitit 1996. Më thonë, ka qenë ndeshja kundër Vardarit, 96 apo 97, nuk më kujtohet. Na pa të ardhë ndim
një grup i vogël i shfercerave, më duket se lalin. Për respekt e respektum, e hypëm edhe në hekra, në tribun. Me thonë, për një ko prej 10-15 minuta është ka qenë edhe kapa. Në atë ndeshje, për një qenë respekti. Fotoja tjetër është e 15 vjetorit. 15 vjetorit të balizve, ka qenë edhe Omeri prezent këto. Po një lojën gjithë përfaqësuesit e tifozëris shqiptare këtu të ftuar. Të këzë, në më thonë tifozat Kuqezi, shferët Kuqezi të Jakovës. Më thonë gjithmonë ka qenë qëllimi, bashkimi dhe uniteti i tifogrupeve shqiptare. Ja, ka edhe foto tjera këtu. Këtu është loja ndeshja me Bregalnicën, vitit 2004, ku është edhe transparenti i Shkupit këtu. Me një ndeshje Transparenti kjo është Shkëndia po me i Shkupit. Vardarin, banerin që e kemi marrë komitave, një ndër banerin më të madhe atë kohë e kanë pasur për transparentin. Vetëm ta E kemi, vazhdoj që po, më falë që më ndërpe vetë këta të shkurt, e kemi kollë në ndeshjen e Shkëndia me Vardarin në Tetov, pikërisht në Tetov. Po një lloj ndeshjen me Bregalnicën 2004, kur hipën Shkëndia në Ligë Parë, ja ku është një plis dhe një shfercer në tribun. Po një lloj, na erdhën si mysafir, duket se është Denisi Pitarka edhe një plis. Denisi. Tash është Në me thonë, po një lloj, në me thonë, shenjë respekti i kemi hypë në tribun, vetëm e vetëm që kemi bashkim, unitet mes. Po një lloj këtu shifen edhe gjithë transparentat e në stadium tifozërisë. Por nuk po më flet për incident. Tashi do e vazhdoj. Ja po një lloj gjithashtu në stadium Tetovës janë këta. Se dhja i kapan kuadri kamerës mirë. Unë më herët e ceka. Ndeshën Shkëndia, Shkupi Shkëndia, ku Ministria Punëve të Brendshme dhe Federata nuk i lejoj ballistat të thonë në qajer, ne kemi qenë ato që i kemi ftu, hajde në qajer, kanë ardhur në grup të organizuar, nuk më kujtohet numër, por ka qenë numër i madh, 200-300 veta. Po më ikni përgjigjes. Një incident ka ndodhur, jo një. Tashi ta them. Nuk është mirë të hyet në detalet atij incidentit, se nuk i shërben uljes, tensionit edhe bashkimit. Nuk i shërben. Më thonë, ajo do të i kalohet, kjo është mendimi im, mendimi besoj edhe i shumicës. Se rivalitet mes tifogrupeve shqiptare, po saqërisht këtu në Maqedoni, nuk mund të ketë. Nuk është e shëndosht të ketë. Vetëm desha ta zgjas. Se mbi gjitha është kombi. Mbi gjitha është kombi. Nuk jemi aq të mëdhej, flas në trojet këtu, ku jemi sa dahemi, se rivaliteti, maksimumi mund të jetë deri në pozitiv. Jo më tepër, nuk guxon të kese as xhelozi, as rivalitet negativ. Fundit e dominojmë, we own tifoskenën, e dominojmë totalisht, ta nuk është e mjaftueshme. Qëllimi i themelimit ballisëve ka qenë, do me thonë, nëpërmes kësaj të t'i bëhet reklam edhe Shkëndis, po edhe Kombit. Nuk ka qenë rivaliteti në mes tifogrupeve shqiptare, edhe nuk mund t'jetë, besoj. Incidenti ka ndodhë, është pa se nuk është që mund fshihet diçka, por që tentojnë ta harrojnë edhe të mos bëhet, ne gjithë jemi ndodhin incidente edhe përmes partive politike, edhe përmes, po gjithë thrasim në bashkim kombëtar, edhe mendoj që është rrugës të thuhet që ka ndodhë, ka pas persona ndoshta që kanë qenë të ofenduar, nuk e di pse ka ndodhë, nuk e ka thënë askush publikisht, mirë po është dashur që të dilet me një kumtes shfaqut përbashkët dy kryesive, që të thënë se pse ndodhë dhe pse... Po edhe gjithashtu krenori me kryesinë e vetë, ku e qetësojmë situatën. Do shta edhe unë, do shta edhe krenori, ka qenë një sulmum, po ne jemi konë ato që kemi desht, të largojmë ajo pak situatë që ka ndodhe pa hishme. Një postim më i vjetër i krenarit, thotë çdo ofendim, sharje apo nënçmimi një tifozi shqiptar në emër të ballisëve, pavarësisht provokimeve që mund të vinë, është rreptësisht i ndaluar. Para 3 ditësh Omeri tha sot përveç Shkupit të dëshiroj sukses edhe Shkëndis.
Nuk e di sa mjaftojnë këto. A mendoni se ka nevoj pak më shumë të punohet me ato qindra mira tifoz tuaj për t'ju thënë që për t'i bindur në këto që po i thoni sonte në emision? A mendoni se masa e cila është në tifo grupe tuaj është e bindur një? Nuk ka shvërce, por nuk ka dhe Shkupian që se ka dhe shfitoren e Shkëndijës ndaj Vardarit. Edhe nuk ka me pas në njerë, edhe kur do që do lujnë, gjdo dit me lujnë, gjdo natë, nuk ka shvërce që nuk e do fitoren e Shkëndijës. Jo vetëm Shkëndijës. Edhe Renovës, edhe gjitha klubeve shqiptare që janë. Kundërshtari jonë janë ato. Peshof Kalajën, shumë mirë din në rastin e Kalajës, e njëjtën do vabojmë edhe ku do të takomi më ata. Ato janë kundërshtarët e tonë. Më intereson, kam një pyetje. Vetëm të jap përgjigje. Jo rasisht e thash kombi është mbi gjitha. Nuk guxojmë të kemi rivalitet shqiptar mes vete. Sa e rivalitet sjell xhelozi, xhelozia sjell sherr, sherri sjell hasmëri. Edhe nuk guxojmë ta lejojmë të vijë deri këtu, se du në mallkojnë gjenerata tëra pasarse. Po kjo është pyetja ime, apo punoni ju me grupet tuaj? Ne punojmë, po edhe gjithë janë të vetëdijshëm se kombi është mbi gjitha. Jemi një shqiptar, jemi një të gjatë rrjedh vendet tona. Dhash zoti, mirë është mos ndodhe. Po të ndodhe me slavët, me kalejnë po kërcënohet në debat publik. Mua shumë më ka pëlqyer ndeshja e parë kur është luajtur në çajër Shkëndija Shkupi. Sa mirë shfercerat i kanë prit ballistët. Edhe i kanë ftu edhe i kanë prit si miq në stadion. Unë për veti u habita. Gjitha mediumet maqedone fillon të na kritikojnë. Më pëlqeje ai unitet midis dy tifozërive. Dhe thash bravo si qoftë, thash edhe ky ishte një shembull për tifogrupet në Kosovë dhe në Shqipëri, që kanë armiqësi më të madhe, do të janë thojsa, mes veti. Këto e bën një hap të tillë. Unë u habita kur e pash incidentin për shembull në çajër në ndeshjen Shkëndija Seleksi, kur e pash incidentin se janë ra dy tifogrupet. Uroj që të ka qenë një incident i rastësishëm aty. Inshallah ka qenë incident i rastësishëm, por po them mos e ka ky incident se na fillën pak më herët, ose rrënjët më herët kur thatë ju mos është ndonjë borxh i vjetër, do të thoja, prej ndeshjeve të kombëtarës shqiptare. Edhe Omeri edhe Krenari, po thojnë, është kombi mbi të gjitha, jo, nuk kemi rivalitet. Megjithatë, unë po them se megjithatë po them se nuk do të kishim ftuar. Megjithatë, po shoh se edhe te ballisat, edhe te shfercerat, po dëshirojnë njëra prej këtyre dy tifogrupeve ta marrë bajrakin. Nuk kena nevojë. Seriozisht nuk kena nevojë. Nuk domi na të thomi na jena më të mirë ose besoj që dhe këto. Mare ka tjerë që na tregojnë. A ka qenë incidenti i rastësishëm atë ditë? Në atë ndeshje. Të kishte luajtur Shkëndija, të kishte zhvilluar Shkëndija me Shkupin ndeshje edhe për rahën. Okej, ja do të zhvillohet një tillë më 19 maj. Ta tregoj pak më hollësisht. Pak më hollësisht. Ta dëgjojmë Krenarin. Një replikë ke se ato që ti thash, flas në emën tim. Omeri dhe folin në emën vetë. Unë folklor patriotizëm, kur njëherë njëtë s'kom bo, asë nuk do bëj. Mund të interesoni për të kalumen time dhe të ballistëve. Ate që ka e themi, ate e kemi bo, kemi luftu shtetin me gjitha mjetet e mundshme. Si unë, si Krenar Osmani, po gjithashtu edhe ballistët. Kur ta themi kombi është mbi gjitha, ate mendojmë edhe e veprojmë. Historinë temës du ta folion, po që shofën po më kujtohet Anita, ka qenë në gjyqin tim, kur më kanë denu. Unë jam denua, unë e kam fletë burë për Tetovën. Për muzikën që ka shtu Tetova Macedone. Nuk kam qenë vetë, unë kam qenë batë me shvercerat e kemi bo atë rast, që unë e kam fletë burgën dhe shvercerat tjera në të denu. Të kujtohet shumë mirë Anita. E di që ki qenë në atë gjikatë. Ju njof edhe juve edhe Krenarin, edhe ballisat dhe shvercerat. Kanë dëshirë, edhe uroj, se pas 3 ndeshjeve, ndeshjen e fundit, Shkëndija dhe Shkupi, kam dëshirë që mos shoh skena si në ndeshjen Seleksi. Kjo është edhe intenca e këtij debati dhe urojmë që ashtu të jetë, të ketë sport. Ju po mirë për shoh, seriozisht po ju them, po të kish pas diçka
Nuk do t'i kishme ftu. Nuk i kish... Videoja aty, ballisat të bërcollën në polici, shkuan në të to. Po, këshirë një video mirë, dhe po i thau, këshirë një video... Po, se shtë një video, ishin 2-3 video kanë qenë. Po, këshirë një mirë dhe shef që s'ka. Kemi punë me 2 burra, që janë në krye të shumë burrave. Ata sot thonë që gjithë shka është në regull dhe gjithë shka do tjetë në regull. Asaj po i frikso mund. Se po thë gjithë shka është në regull, a në fakt nuk besoj se është në regull. Ja, mund me qenë me ndim. Kam dëshirë tjetë sigur po thoni jo. Po unë po them... Me thënë janë edhe 3 javë deri në ndeshjen mes Shkëndijës dhe Shkupit. Kanë kohë të punojnë me tifogrupet e veta, nëse nuk është ashtu si thonë. Nëse keni nevojë për ndihmë, janë ndoshta gazetarët që mund t'jenë ndërmjetësues, kliku është i hapur nëse keni nevojë edhe për ndonjë debat shtesë, edhe pse e kërkoni FFM-n tjetë e ullur, shpresojmë që në ndonjë debat tjetër do të keni mundësi të mireni edhe me ata. Sonte ju falimderoj shumë që pranuat për herë të parë të uleni, ndoshta nuk e di, a keni pas ftesa të tjera apo jo? Me krenarin, më është të raport që ullin, po me ballistat, pikërisht në këtë televizion kanë qenë shvercerat edhe ballistat me një mision tjetër, jo të jo. Po ka pas të raste tjera ku jemi ullë edhe që tërkon në për televizionet tjera me ballistat. Po unë jam 7-8 vite, 9 vite i kam bo, krenari u ka rikëthit tash, krenari ka qenë në ato gjetët, ku besoj që edhe tjera mediume kena me pas, po t'jemi unë në kryesi, ose krenari tjetë ende në kryesi në ballista. Krenar, për fund të emisionit. Faleminderit që na ftut. Çka të shtoj? Incidenti ndodhi, nuk është dashur të ndodhe. Shpresojmë, punojmë edhe besojmë që në të ardhmen nuk do ketë. Kjo është apel për ballistët, për tifozët. Të dy palë. Një apel në mod grupit. Shfrytëzoj rast në disa herë për mejna, mas një javë, po qoftë se s'dënohet Vardari. Kërkojmë publikisht kartat në sigurojnë të shkojmë në stadionin e qytetit ta përmbyllë me këtë sezon që shduhet, tortën për shlagin për mi tortë të avnoj. Kërkojmë që s'dim ku të drejtohemi, s'dim ku të kërkojmë më karta, s'dim gjithë ku në bëhemi. Dojna të qëmi të avëkrami në Shkupi në stadionin e qytetit s'kemi qenë që 10 vjetë. 11 u botësh. Dojna të qëmi në qytetit të avëkrami si gjithë tifogrupet në më botës që shkojnë avëkra klubin e tyre në kur janë si musafir, edhe ne e kërkumi, edhe e drejt neve në takan. Më konë që s'ka kushte, ka kushte i zenë, stadionin 30.000-40.000 vejtë i zenë. Gazetar, Shumë pak folëm për futbolin i cili është në Gremin, Karaq, poshtë në Maqedoni që për kvalitet dhe cilësi flasim shumë pak, për infrastruktur flasim shumë pak, folëm ma tepër për tifozët të cilët mundohen në një aspekt të ruajnë traditën dhe atë punë që e kanë edhe ata, ndoshta duhet edhe neve si gazetarë të kemi sy më kritik, të jemi më tash, për t'i godasim më shpesh, mos t'i lëm qetë edhe këta të kenë kujdes, por në përgjithësi do të nuk është gjithmonë vetëm njëra anë sulmohet dhe tjetrat lemohet. Besoj që herëve tjera kur të takojmë do të flasim edhe për anë pozitive. Do të flasim edhe me faktor të tjerë të për derbit të mëdhej ku do të kemi në tribuna 20.000, 30.000 shikues, sikur se din t'i mbushi stadiumet. Shpëlem vetë federata. Edhe Shkëndija, po thjesht mendoj që problemi kryesor është pikërisht aty që thotë Omeri, federata që gjithmonë bllokohen, do thotë njëra palë tifozëve të mos shkojnë në stadium, mendoj një shtet i vogël me kaq pak banor të mos ketë një derbi të mirëfillt. Ka vite që nuk kemi shijuar një ndeshje të tillë. Gëneshat, a mendoni se do t'jenë edhe ballistët edhe shvercerët për të përkrahur Shkëndijën dhe Shkupin në ndeshjen e tyre më 19 maj, apo do të ketë ndonjë limitim? Tash nuk e di nëse ndeshja do t'jetë pa publik. Po këtë po pyes, si mendoni ju, si do të vendosin organet? Do të varet tash për shembull komisioni disiplinor se si çfarë vendimi do të marrë, vendimin përfundimtar. Dëshira ime e vetme është që ballistat edhe shvercerët të shoh sa më të bashku, jo të ndarë. Nuk du asnjëherë një jetë të shoh asnjë incidenci si ndodhi me Shkëndija si Leksi në atë ndeshje që ajo video që është Idealja do të ishte të shohim cili e ka koreografinë më të bukur në tribuna. Kjo është idealja, po sa kjo mund të ndodhë në sport. Garë të zhvillojnë përmes koreografive. Për tifozëri ju lumt. Edhe tha edhe pak merët edhe Omeri, se rangohen, edhe ballistat edhe shvercerët rangohen në mesin edhe tifozërive më të mira. Kam dëshirë të shoh për shembull si tifozët e Dortmundit, si tifozët e Liverpoolit.
t'i shoh këto dy tifozëri. Nuk du t'i shoh të ndarë, të kasafitur, edhe me një farmonire t'ja knashim zemrën ose shpirtin palës tjetër. Kjo është dëshira ime e vetme që e dua nga këto dy tifozëri që janë më të mëdhajat në trojet shqiptare. Edhe që janë shembull për tifozëri. Këto gjithmonë kanë ditë. A mendoni se do t'jeni në tribun, në ndeshje, apo mund të ketë në një vendim ndryshe? Shpresojmë s'kapse mos tjetë. Shpresoj të s'na dënon federata. Në dojmë aty për klubin tonë gjithmonë. Spektakël do jetë. A duhet të presim spektakël? Por në? Të presim spektakël. Spektakël flasë në anën e koreografisë, në anën e tifos. Por nga përvoja nuk diskutohet, se edhe për spektakël, po edhe kanë bërë spektakël më herët, Shkupi për shembull edhe kur ka hinë ligën e parë, edhe në për derbi, edhe Shkëndia. Ballistët tash s'ka një vit e gjysë, 2 u zgjodhën 6. Anit, bile unë me një koment, cila ndeshje ishte që bët një... 3D? Me Rabotnički. Me Rabotnički, unë i krasova me tifozët e Boca Juniors. Jo, me Renovan, ka që. A me Renovan, pasi u kryen I stadion. krasova me tifozët e Boca Juniors të Argentinë. 4 koreografi më rënda 90 minutave ka pas. Ajo marrën qetë... Du të informoj edhe opinionin, edhe Ajrushi mund të shtoj më shumë, ndeshjen Shkupi Vardar. Së cilën ndeshje? Kërkesa e madhe për biletat, atë shumë u kanë shtu, sa që shqitën 2 ditë para ndeshjes, edhe kërkesa jashtë, do me thonë jashtë Macedonijës, e jashtë trojeve shqiptare kërkojnë tifogrupeve në anë mbon botës që kanë interes vetëm vinë të shofin ndeshjen. Po përtha ma Kemi shumë... pas pari herë ndodhë gazetarët Suedi, Norvegji, Gjermani, edhe Belgjik që kanë ardhë shofin disa herë të njëjtën derbi Shkupi, akreditime, gjojat që edhe na vjen nga njerë turp edhe neve si organizator nuk kemi kushtet tilla të sigurojnë do në pozit ku do të ulen si gazetarët për cilin në mënyrë të rregull ndeshje, po ja që këto janë kushtet ku. Edhe një pyetje për Ajrush, ju si zëdhënës i Shkupit, për shembull, a ka mundësi për të organizu një spektakël sportiv nga ana e tifogrupeve për të qenë ambienti më madhështor, për shembull Shkupi ta kërkojë ndeshjen që të luhet në Tetov. A ekziston ajo mundësi për shembull? Nuk ekziston. Tash të tregoj pse nuk ekziston, ligjërisht. Që jo në Kërçov, sepse edhe stadiumi është i vogël edhe sen, po për spektakël Janë suspenduar 100 kilometra jashtë. Jo. Nuk është, 100 kilometra larg Shkupi. Na jemi vendas. Po foli për që është lidh. Shkëndia është e Tetovës, nuk mund ta lush si Shkëndia, vendas. kur ndeshjet me Shkupin, kur luajnë gjitha ndeshjet e luajnë stadionit Çajir. Kur vinte puna me Shkupin, nuk kishte drejt me luajtë me Shkupin se na jemi në atë stadion. vendas të stadion. Nuk mundet ajo më bë, ligjërisht. Po. Okej. Ju uroj suksese në përgatitje për ndeshjet e radhës, ju uroj tifozëri sportive në tribuna, ju uroj klubeve tuaja suksese në fush, gazetar juve raportim objektiv dhe kritik ndaj tyre për t'i korrigjuar edhe ata në gabimet eventuale që kanë mundur t'i kenë dhe që dhanë fjallën që nuk do t'i kenë në të ardhmen. Ju, shikues të nderuar, ju falenderoj për kohën që ndatë për të qenë bashkë me ne. Natën e mirë.